nga gatishmëria për të bashkëpunuar nëse do të vinë të ulen në tavolinat e bashkëpunimit, ne nuk do presim për asnjë rast dhe arsye askënd për të vazhduar të bëjmë punën tonë. Kjo do të jetë shumë e qartë. Unë mirë kuptoj shumë edhe thirrjen e miqve, partnerve, predikuesve të dialogut, të bashkëpunimit, konsensusit. E mirë kuptoj, jemi të gatshëm, por bashkëpunime, dialog dhe ulje në një tavolinë të përbashkët me zor, unë nuk kam parë. Kështu që për ne e rëndësishme është që asnjëherë dhe për asnjë arsye të mos mbyllim derë. Asnjëherë dhe për asnjë arsye mos marrim kariket e tyre bosh edhe ti larg qoftë djegim siç i digjin ata. Kariket bosh janë aty, duan të vinë, le të ulen. Duan të bashkëpunojnë, bujrum. Duan të japin alternativë, mirë se të vinë. Për të tjerat, rrugët janë të ndara, ne përpara, ata mbrapa. Ne gjithmonë më përpara, ata gjithmonë më mbrapa. Po keni parasysh që sa më mbrapa të mbeten, aq më e fortë do të vijë hona e lehjes së tyre. Sepse ajo që ata bëjnë në shqipen time quhet lehaqenie.